Wallahi qëre për këtë temë, se duket me pas ders mas akshamit ata. Nëse ke pas njerët me mëzon peng dhe njëtësia ke qëllua ata. Dëmonë se kjo është temë e madhe, me folë për raportet me Allahun xhallahu ala është temë e madhe, wallahi. Pika e parë e përmirësimit të raportet me Allahun xhallahu ala është me njoftë raportet me Allahun. Çka nuk do me njoftë raportet me Allahun xhallahu ala? Çi t'ja bëni sham? Kjo është ders në vete. Do të moj ders për raportin me Allahun. Edhe jo për këtë raport, veç për natyrën e raportit, çka më lidh me Zotin. Çka më lidh me Allahun xhallahu ala? Veç çto me njoft, duhet në vetë me folat. Me përdu me ta për një shembull. Në qovë se i ki dy njerëz për para. Dy njerëz i ki për para. Njoni thot, a me qëtë një nëzetare? Thosh, jo, s'mon t'i do, s'ka ma thë. Ta shteti po këshur atje, largë. Tjetëri po thot, a me qëtë një 2.000 euro t'i po që me herë. Thot, ta shajt vetë. Pse këti 20 se edhe Allah opton, e këti 2.000 edhe, atë e këta e kom babë. Apo? Dhe në raporti që ki me dikan, me i herë, e ndryshon dhe sjellin. Sa ma largë ki, sa ma nga të ki, ma ndryshë është. Andaj, sa ma mirë e një raportin me Allah në xhallahu ala, ma mirë s'lish me ta. Sa ma shumë e një, qka të lidh me ta, ma i fort me ta. Dikur, qatë vynë, me thonë dikur, qatë vynë zoti. Wallahi, qanë vynë zoti, zdi qanë vynë. Ka njerëz nuk din çaj vin Zoti, ne udhëm, zin çaj duhet. Mirë me besuam Zotin, po vallahi zin çaj vin Zoti, çaj vin Zoti. Apo një profesor të na thoi që audhu billah. Profesor, ana ka arrit profesor, shumë i mëçi po. Thot, po Allah dhe kemam profesor në universitet. Dhe kemam mirë më adhuru, leu për të kësë ju që adhëroni Zotin ju. E pse? E ke bërë leo pa dhe këtë jepë tomër, dhe këtë qatë jepë Zotit. E që kaqë? Kë njëri, që mi ka du këtë njërë? Njëri nuk din që ka i vinë Zotit vetë. Andaj, unë e përmeni zakonisht tëmë. Në qofë se në njëri i vjetër, plak, u me vetë të shpijatë. Edhe kap smuja, do me dekë. Thërë, kur kushtet e shpija, për, ndërsa këtë telefon e ka qëtu nga të. A që i shkëm mena që i këtë telefon, apo mundet me athirë djallin. E mund me këshyrë, për së dy që ka i vynë. Edhe në cikletë, në zaval, dhimë, se s'muzë, kështu më ratë, më zvetë, veç vetë, panika dhe me dikë, vjen djallin aftën. Qëka o babë, se po e ka që fatë ato? Po ku thërën e kur kërës po minë? Po qëre babë, veç që tu dorë me prejka, apo edhe i kësha atë me herë. Kur të merë vesh, sa i kështë kry punë që këtë, apo? E ja din vlerën ma shumë, herën tjetër, e manë mangat, ose elbet me më gjithë dhimë të asën e kapi, që dorë dhe mangat i mu këta? Apo? Andaj sa ma te për e njëjmë, sa më vinë Allah Gjelle Ola, mangat e mojmë. Ose pak, s'moj pa ta këtu, s'moj, në me dole pa ta këtu. Ani sa ma te për e njojmë nevojën që kemi për Allahun, ma te për përmeson raportet. Sa ma te për e njojmë natyren që në lidhë me Allahun. Do njerëz për shambull, një gabim në raporte për shambull. Do njerëz deklarativisht nuk thujnë kështu. Ja, nuk e një të thonë kështu kur së një. Po sjellja e ti të kallëzën ty shumë. Do njerëz për shambull, me Allahun sillen si me ortak. Në ortakun që ka në punë, kolegë, që të ka të shambull kënë kërë. Allahu Gjallahu Ala thëtë, për shambull, kjo punë është dëmshme. Mëse për kamata, haram është ata. Mëse për dërë kamata, se është Allah të është dëmshme, jem hakullahu riba, s'ka pikë bereqetin kamata, hitë që pëzoj, Allahu për tëtë. Thot dikush, po mirë, Zoti ka thonë kështu, po kjo për këtë, tash nisa i me plëcu, verzionin e kamatës. Apo, si me kone e është takë malon, mirë ti ke thonë, mirë e ki ti këtë mendim dedikum, po adhoni kësha me shtu t'i qka. Kush jeti mi ashtu Zotit Allah. Apo, a i nuk thot, me thonë, tja e, u dhu bilaun e s'jam, s'pa thami e martake, s'jel e jetu qështu. Pegamesëm, i ka thonë Adib një Hatim, kur ka zbita jeti, se i adhurojnë për ftrenjtë të tyne edhe
udhëheqës e tyre, ka thonë Adi ibn Hatim, ka thonë, ja Rasulullah, si këna adhuruat, aja, adhurim s'ka në bo. Ka thonë pejgamberi, kur ata thëshin kjo është haram, që thëshin ty? Thëshim haram. Kur ata thëshin kjo është halal, që thëshin halal? Ka thonë, që kjo është me adhurute, që ata është të tjetër. Andaj, njoj raport me Allah xhallahu ala, me njoft kush je ti për ballë ti, çka të lidh me te, që kjo është, do të thotë, sa ke nevojë me te, natyra raporteve me te, e përmirëson raportin me Allah xhallahu ala. Nëse natyra raporti me Allah xhallahu ala, çfarë natyre ka raporti me Zotin? Ndërtohet në 4 shtylla. Apo? E para është se ai është Zoti e ti e robi. Nëse i kuptojmë pozicionet, dina mu sill. Apo? Kur si kuptojmë pozicionet, mu nuk kanë mu sill. Mi thonë Zotit, rriti pak qëtone, se unë tërdu me thonë diçka. Që të kuptojnë, unë jam rab gjithmonë, robi. A ka drejt, rab, me dhonë propozime, e kanë zonë rab, bërë ka shtikë, valone, kam një propozim, i shkomi me më qitë aty në kuvend, dhe me një mund mi thonë, apëton. Që e thonë, të ti rritë qëtu në bërë gëllatë, si e për me ka zonë propozime këtë. Apo, se natyra e pozitës gjithë me konë bërë, me ka zonë mendime atje. Andë të me kuptu fillimisht, se ti e rob e ajo është Zot. Që nën kupton, ajo ka mirë gjithë, të gjithë e ki keq. Do të mengu ato gjithmonë ato. Ai din ti s'din. Ajo është i fortë, ti i dopt. Ai s'ka nevojë për ty, ti ke nevojë për ta. Se ti e rob, ajo është Zot. Sa ma ti për këtë e kuptojmë, ma mi ndeshim punë për me ta. Njeri subhanallah, për merë vesh që ai shefi atje me po me qitë për pune, bajki kja qëtë e mundohet me rruje e shefi se qëtë e rumë se me po me në dilë për jashtë kja qëtë apët. E sa duhet me rrujtë Allah në gjellë, me po me dilë për jashtë, si rrujë bja më apët. E këta sa duhet me rrujtë apët. Njoja këtune raporteve të banë që me kone fuqishë. Me dyta është se raporti ju me Allah në gjellë ndërtuat në urdhër dhënës dhe urdhër kryes. Apo a i thëtë bën, ti thush u kry. Sa herë se kuptan këtë, s'ki me pas raport e mirë me të për. A i thëtë, falu, mirë mu falë, po njerë vak s'po kemë. Që hajpo dhe të falu të s'po kemë, kush po të veda ki vakt. Allahu xhallahu ala, a ne ka konsultu, që rap të mi ju qeni këtu, qa me në menja, unë du një 5 vakte mi bo oblikim, a ti bëja, mës ti bëja. A ne ka vetë Allah. A i s'dvet, ki me kry, edhe shpirti që të të metë apëtën. E mu dhe vesh. Në qofë sa a i s'të kalon letësim. Ku të kalon e letësim, shudzoje. A i s'të kalon letësim, ka unë duhet me bo qitë punë. A e punë kry. Ti si e këtu me kalzuta, është kush po krynë këtë punë. Ti kemi kry këtë punë. Njoja e kësaj, i ndreq raportet, apo, ti e këvezveset, ti e këdyshimet, paragjykimet, hamendjet, se o kjo punë kry. Pse a i ka thonë? Kjo punë s'ka qare pa o kry apëtën. Pa në ato mjetë, këtë letjesin keq, duhet me aqu Zotit urdhën në. Pse? Pse ajo që më lidh me ta është, ajo është urdhër dhënësi, unë jam urdhër krysi, dhe s'ban me kondryshe kur. Apo? Natyra e tretë raporteve është. Cërë natyra e tretë raporteve? është se nuk ke zavendësim. Apo? Për shembull, ai që është në punë shefit atje, ai mund me të ashtu zullume, ti morujte, apo se, po dikush atë qka, po desuni s'duraj mu, dalë për jashtë, se ka alternativë, se si e veç ti e punkt, apo. Ama dë njerës, kërë kuptojmë se nuk kena pa Zotin, zban pa ta, ti jenë gjenë e ketë mi bolla, edhe me lëmet në keqë, edhe unë, Allah, ketë, bëveç pa ta zban, dura, po ka ere, po t'vjen shtirë, s'ka, pa ta zban. Andaj sa ma te, për e kuptojmë se pa ta nuk ban, nuk bëjmë gjëna Allah. Nëse ngotë se jetë pa ta të në qka ban, ku të lutë, aj me bo mësë më të përgjigjë. Kur të përgjigjet? Dhe natyra e 4 raporteve është ta dim se na kena mundësi me gabu, aj gjithë më na falë neve. Dhe njëse kuptojnë këtë raport me Allah xhallahu ala. Allah, ti ke gabu sa i, se s'kërkon falje të Allah xhallahu ta falë. E që këtë lidh me ta. Ti e që i bën gabim, aje që i falë. Sa ma ti për kuptojmë edhe këtë,
gjithmonë nuk lejojmë që mëkati caktuar më na dekoraju, më na zhgënjy. Allah, so gjunane ku bënë çfarë, as çabja s'u mlan. Allahu të lan. Mos lov çabja as kurkush, Allahu ta fal atë. Bënë i bindëm. Në qoftë se e njohim këtë raport me Allahun xhallahu ala, se na është e natyrshme me gabu dhe ajo është e natyrshme me ta fal, të gjithmonë kërkon falje dhe pendim tek Zoti xhallahu ala. Prandaj sa më të fuqishme janë këto 4 kanale, aq më të fuqishme janë raport me Allahun xhallahu ala. Sa më dobta janë këto, dobëson raportin me Allahun xhallahu ala. Prandaj rruga për përmirësimin e raportit me Allahun xhallahu ala, se kjo nuk përfiton rruga, po fillon rruga. Rruga e përmirësimit të raportit me Allahun xhallahu ala fillon dhe ndërtohet mbi njohjen e natyrës së raportit me të. Mas kësaj vazhdon tani më tutje me folse e çysh me përmirësu, e çysh me rregullu, e çysh me fuqizu, kjo pastaj është temë tjetër vetë që sigurisht ka nevojë me kohë legjërat.